loj që me lon topin në fushën e tjetrit, çuditërisht për mu LDK-ja e përdori një hipotezë që e pat. Për shembull, se ju thatë që rezultati i 2021-s të 51% që ka qenë bashkimi dy forcave, ndoshta njëra më e madhe, tjetra më e vogël, po të paktën i dy forcave Albin Kurti Vjosa Osmani. Dhe ai rezultat është mri me 51%, është ri përsërit kur elektorati ka kriju një bindje që Vjosa Osmani dhe Albin Kurti janë prapë bashkë në 28 dhjetor. Dhe çka tha LDK-ja së fundi? Tha, nuk kemi na refuzim për Vjosa Osmanin. Pra, nëse ekziston një simpatie, nëse ekziston një simpatie ose një momentum për me kriju qarje në këtë kampin e suksesshëm të 51%, është duke e afru Vjosa Osmanin ka kampi opozitar. Pra, në këtë situatë, edhe ju e thatë që Vjosa Osmani ka qenë dhe garance për këto alianca, pse ju nuk e qitni, si me thonë, para një aktit të krym zëtin Kurti, dhe me fitu, nëse shkohet me automatizëm në zgjedhje, me fitu një simpati elektorale, ku thotë që na ishin për mos me kriju krizë, na ishin për Vjosa Osmanin, letë vazhdojnë, po Kurti nuk deshti. Dhe më thonë, a ka një mundësi që me gry atë elektorat? Sepse opozita përdën me pa Vjosa Osmanin jashtë presidencës, edhe njëjtë edhe Kurti për arsye këtë ndryshme. Ama ti do më thonë që ta letari ki në politikë, aj po mërin me ta hekty Fatmir Limajn, po të mërin me ta Faulumir Abdigjikun. Ju për thoni pse opozita s'po propozon Vjosa Osmanin? Nëse kiti një mundësi me kriju krizë. Të regoj si dhe dikun si logjikën e veprimit ton, për shembull që kushërini që i kon pjesë kësaj maskaradës Kurtit, gjoja për konsultime, se realisht shihet çka është. Edhe tash nëse i pyet në fund edhe Bedrin edhe Lumirin, çka nxjerr për këtyre takimeve, për pas anës vizuale që mund me i tregu popullit që në për bashkëpunim, nuk është ai u ka dhënë në një produkt, në një diçka konkrete me cilat ata kanë mujtë me shkuën partit veta, edhe me thonë që kjo situata që ka përvojnë. Ne kemi bajtë sot takim, në ora 12, me grupin parlamentar edhe kryeshinë ngushtë. E kemi shumëzuar dibran që parti politike. Pa dikush që ka ende 30 nënshkrime, me folë për të si kandidat. Shtesë shkurt, Vjosa Osmani u ka apelu juve ose deputetëve t'juj? Jo, s'ka kërku në Nuk ka pas asnjë kërkesë? Nuk ka kërku në shkrimet tona. Na kem komunikim, po nuk ka kërku një mbështetje direkte me nënshkrime, ose nuk ka fillu mlidhe në nënshkrime. A do ishte opcion nëse do nuk e di tash, se na shqyqo, mu bëj mirë tash se pedim që nuk është kandidate, na ke mujtë me pas dilema tona, po do ta kishim shërtuar në kryeshi. Çfarë dilema ajo ka qenë me Albin Kurti numër 2? Jo, Niko, me gjatë do ta kishim shërtuar, do ta kishim diskutuar, si me votu. Ne nuk i kem ditë të thymjet e tyre, ose për shembull është me të vërtetë e habetshme që Kurti nuk e shfrytëzon edhe një herë, për shembull po e them presidentin e drejtashme me kandidu, me ecë për para, me kriju një funksionim të mbranshëm, është bukur logjik, kështu, unë nuk gjoj mua shpjegim tjetër për post faktit të atyne sigurimit të mbranshëm që ka VV-ja që i ka onë zbon kjo është ostatore. është diskutu edhe Kurti për me andit çështjen e Murat Jasharit, për i cili doli edhe e djegi lojën komplet. Lojën e cila si mazgjidha gjasave ka pas me vazhdu edhe sonte deri nesër mbroma, e kandidimit të, se ajo ishte pastaj edhe banale mënyra se si shpresin dikush nga familja. Leo, ai ka komuniku me dy. Ai vetëm nga shkaktu për qarjen, pa lidhje. Po du me dëgju zotin Haradinaj si njëri shumë i afërt me familjen Jasharit, pra ju sot, po për shumë vite, pra që e ki një raport shumë special me ta. Çka ishte? A ishte loj? A ishte kjo që më thot Batoni që dashtimi përqa atë familje? Jo, a ishte nështë s'ka dasht, po veprimet e ti e kam përqa, pa lidhi. Tash ideja me i kriju vedet mburoj me Jashart, me i kriju vedet mburoj, nështë i ekspozum shumë zhvillimeve, e ka mendu vetën të mbrojtur me Jashart. A ju ka ofru atyre? Mundet që po. Po ajo që është interesant,
të jashtart, tash ata janë disa, edhe të gjithë secili ka personalitetin e vet. Beka, Bashkimi, Murati, Luli. Normal. Po megjithatë ata në një farë mënyre respektojnë njëri tjetrin, pra nuk është se nuk e parfillin njëri tjetrin. Kjo ideja me shkue herë të njoni, herë të tjetri, nuk menoj që ka qenë shumë e mirë, se kjo janë thymjet në brendshme. Pra, spekulohet që Kurti ka provu në mënyra ndryshme, do më ka dërgu poroshi herë të njoni, herë të tjetri që jo me interesu, në fund pastaj ka dalë me emër të Muratit, që u konë pa qartë që ka deri aty. Unë nuk kam bisedu me ta dhe me Basinoj Fatë, se nuk i shqetësoj shumë në to share. Realisht edhe mënuna me bo kujdes, po nuk duhet me i përdor veç sa përmburoj. Nëse do t'ishte një strategji e hershme, ka mujt mi dishutu ma heret, ka mujt mi sharu, ka mujt s'podi, po ashtu veç po e mloj, si me hon vakumin, kështu, nuk është fort kredibile. A mundën në pyetjen e fundit? Po. Atëherë, logjika e bisedës sotme është që befasia nuk ekziston, ekziston një taktizim që vendi shkon zgjedhje, për arsye se shihet që Zoti Kurti fatkeqësisht, po them, fatkeqësisht. Zoti Kurti është kryeministër, edhe pas asaj e kemi pastaj një ushtrues detyre të presidentit, edhe pse bjen parlamenti, dhe ai ka në kontroll situatën edhe për mujt tanë. Këtë e tregoj se din me taktizu për një vit tanë që mos me bo qeverinë dhe me që vendin zgjedhje. Dëshira politike vetëvendosjes në gjitha analizat e tyre është që njerëzit të cilët kanë jetuar politikisht dhe mbjetuar politikisht pas luftës duhet largohen që simboli i Albin Kurtit metit i vetmi në këtë histori politike të tashme. Ti e Ramosh targeti, ose ju jeni targeti i vetëm i cili mund të largoni ose atakoni për largim nëse vendi shkon zgjedhje. Kjo është dëshira jo një njeriu, e një koncepti politik çfarë është vetëvendosja. Ty nuk të dojnë. Njerin eliminuan Fatmir Limin. Ata në Hag nuk janë më. Ju jeni i fundit. Kjo është e vërteta. Edhe i notën e parë kanë këto. Jo. Mu më pëlqen shumë ky roli jam. Edhe kur mbetet dikush. Ato shprehet e famshme të atyne. Po. Atëherë pyetja em është sa është e mirë kjo për ty që dhe një herë të hish një beteje kur kjo e qënë vendi zgjedhje dhe ka në i shpresë që s'paku ta bëni një koalicion me vetë kënë. Ashtu shumë interesant është kjo puna me mu, se nuk është njëra farë që ka lejnë në fërda situatat çuditshme. Nena dohet nëse shpallën zgjedhjet nga presidentja, ne do të me eftu Këshillin e Përgjithshëm me i përzullu zgjedhjet e mbrëmshme, deri një javë mas zgjedhjeve. Na do të me njerë me përgatit lishtën, për me shku në zgjedhje, programin, shtabin zgjedhor, po do t'i shfrytëzoj të njëjta trupa që i kemi kriju për përgatitje zgjedhjet mbrëmshme, që i kem veç. Do t'a reflektojmë pra ata që veç ka ndohë, si kur që deni mandati e më kryet me 6-7 qershor, dhe kryetari i ri zgjedhur e fillon në atë kohë, nëse do të na duhet një përzullu se mund shtyhet për një muaj tashmë kuvendi, do të bashkëpunojmë në këtë rast. Unë do të jam pjesë e listës, po jo i pari në listë, pra do ta reflektoj orientimin ton për mes përpara me kandidatin e ri, me kolegë tjerë, po do të jam pjesë e listës. Besoj shumë edhe njerë po e them që ashtu si kam armiq, unë misht i kam shumë besnik, e i kam shumë fort, edhe i kam përime, pra unë kam armiq, e vërtet është, po edhe misht e mi, nuk janë që misht e tjerëve, unë i kam misht të mënë, pra i kam misht të kiametit, të ditës vështirë, edhe shumica atyre, kërë marrin vesh që jo më e rreziku, din me bo ma shumë punë. Edhe e vojnë realisht, edhe se më tregojnë. As nuk e di ku janë, as cilët janë, as ka vojnë, e kom fjalën për shqiptar, për njerëz të Kosovës. Po kam miq, nuk jam dur thatë. Deri tash kush do që më ka pas target realisht, më ka leosu,
edhe vërtet jam lodhë dhe unë, veç edhe nuk i ka dalë mirë dikur, e populli thoi në rruju, kër i ki punë mas mirë, jo kër i ki punë mas keqë, unë ma keqë se sa që jam s'kom ku me shku. Nuk mendoja. Ja, fit, më ka kalzoj që unë jam për muri, unë veç për para shkoj. Për nga numrat, po flatë. Po për numra, se jemi në gjahë 50%, jam për muri, veç për para më i shkoj, se s'muj me shku ma më rafa, ama këta që po lasdrohen, e po bojnë eksperimentin e një popull, mas i kanë fitu 2 herë, unë besoj që kanë me marrë llogarinë. A do të shkoni vetëm në zgjedhje apo do të synoni një koalicion më të madh, cilin në fakt ju e keni provu disa herë? Ne si Aleancë shkojmë vetëm në zgjedhje, po asnjëherë s'kemi qenë kundër një marrëveshje opozitare. Po edhe zgjedhjet e para të atërë që kanë qenë 9 shkurtit, ju kemi ofru partneritet këtë partive opozitare, kemi qenë të afër, po do të shkojmë vetëm në zgjedhje. Pra Aleanca i bën përgatitjet, po punon me shku vetë në zgjedhje. Jemi të hapur për bashkëpunim, pra nuk po thëmë që jemi të hapur për bashkëpunim, po shkojmë vetë në zgjedhje. Nëse s'keni diçka, a besoni që duhet ketë pra një front, për shkak se aktualisht thuhet që ju do të jeni bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës në një listë zgjedhore. Nëse zgjedhjet po themi mbohen, s'po di kur mbohen, me 12 prill apo me 19 prill. Do të ishte hera parë në ekzistencën tonë politike, do të ishte, nëse ndohë, ne kemi shku bashkë me PDK-n, njëherë ju kujtohet, ndisë për bashkë 2017, kur s'kemi qenë bashkë me LDK-n, po kemi bashkë qeverisht disa herë bashkëpunu, do të ishte hera parë.